Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salatat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjëtësie. Xhamatlin nderuar, vëllezër musliman, sonte do të flasim për një histori të veçantë. Është historia e Uzairit a.s. dhe mësimet që nxjerrim prej kësaj historie. Është e veçantë sepse na ofron disa argumente lëndore, argumente të prekshme mbi ekzistimin e Zotit dhe ditën e ringjalljes. Këto argumente I kishte kërkuar edhe Uzairi, e jo që dyshonte në fuqinë e Allahut xhalla shanuhu, por se dëshironte që të I plotësohet, me thonë një farë boshllëku në zemër, jo dhe në bindje, në mendje. Dhe ashtu siç ai I kërkoi dhe I ofruan, ne e kemi shembull të gatshëm për të I marrë dhe për të I zbatuar ato argumente që Allahu është I plot fuqishëm dhe se ringjallja do të ndodhë siç ka thonë Allah në Kur'anin e Kerim, e as shenjat e gishtrinjeve nuk do të ndryshojnë nga ato që I kemi pas këtë jetë. Atëherë, fillimisht si historiat I Uzairit a.s. përmendet se fshati I Uzairit po jetonte një ditë pa gjallëri e plot vapë në pikun e diellit. Uzairi a.s. e kishte një kopsht të tij, por diku në periferi, larg shtëpisë së tij, dhe I shkoi mendja gjithë kjo vapë është e mundur që kopshti të ju ketë dëmtuar. Dhe e mor gomorin dhe u nis për të shkuar tek kopshti I tij. Dhe kur arriti aty, e pa se kopshti kishte filluar që të zverdhet dhe filloi që ta punoj apo edhe ta ujis. Mirë po, ati I binte të kalonte për rreth një vendbanimi që kishte qenë I populluar në të kaluarën, mirë po, e kishin përjetuar një eksod apo një shkatërrim nga armiqët. Dhe ishte shndruar në një gërmon të madhe. Në mesditë, ndërsa dielli ishte ngjitur në zenit, ai mori gomorin e vet dhe doli për rrugë. Dhe kur arriti atje, pasi që u mor me kopshtin, atëherë I mbledhi disa kokra të fikut, pak rrush dhe I vendosi në çantën e tij të cilën e kishte. Dhe Uzairi a.s. u nis për të u kthyer në fshat dhe arriti te disa varreza të vjetra dhe aty vendosi që të pushoj, sepse edhe ishte lodhur, edhe vapa ishte e madhe, edhe kafsha e tij, pra gomori, nga vapa e madhe, edhe kish fillu që të lodhej edhe ai. Gjithçka ishte e shkret dhe e shkatruar. Nuk të zinte syri kur farë shenjë gjallërie as kund.
Dikur ata kishin qenë mure shtëpish, pra kur ishte duke I shiku Uzejri a.s. atë shkatrimin atij fshatit dhe varrezat pranë atij fshatit, ishte duke I shiku që ato në të kaluarën kishin qenë shtëpi të forta, mirë po tani ishin vetëm disa gërmalla. Duke hedhur syt andej këndej mbi gjurmët e konkrete të vdekjes, Uzejrit I zun syt edhe disa eshtra të thara. Ndjeju mbi shpinë drithërimën frikësuese të vdekjes dhe u rënqeth dhe tha: o Zot, mendoj me vete, cila forcë është ajo që do I ringjallë sërish këta. Duke parë ato kocka të thara e të pluhurosura, nuk arrinte ta imagjinonte se si Zoti sërish do t'i vishte jetë. Nuk kishte asnjë pikë dyshimi në atë që Zoti do I ringjallë sërish, po mahnitej nga ajo forcë e pakapshme dot për mendjen e njeriu që do I ringjallte prapë. Pra nuk kishte dyshim, mirë po e kishte një farë mahnitje, habitej, dhe kishte dëshirës që të habin me I ushu. Dhe pa e mbaruar mirë mendimin e tij, Uzejri pikërisht në atë vend që ishte ra e vdiq. Zoti Gjellëshanu dërgoi menjëherë engjëllin e vdekjes dhe ja mori shpirtin. Duke parë të Zotin aty pranë pa frymet e pa lëvizur, gomori ushtrim dhe ngeli ashtu. Kur u zbardhi sërish të nesërmën, ai u zgju, mirë po nuk mundi që të ecë. Dhe kështu vazhdimisht nuk mundi që të ecë derisa edhe vetë gomori ngurdi. Njerëzit e fshatit kur e panë se po vonohej Uzejri, dolën që ta kërkojnë, menduan se është tek kopshti I tina. Ata kishin kaluar për rreth aty në varrezave dhe atë vendit ku ishte Uzejri disa herë, mirë për nuk e kishin vërejtur se është aty. Dhe me që thirrën disa herë emrin e Uzejrit, mirë po megjithëse nuk e gjetën, atëherë u kthyen prapë në vendbanim. Dhe me kalimin e ditëve, javëve, muajve, viteve, me një farë forme dhe kur u humbën shpresat se do të kthehet Uzejri, edhe e lanë kërkimin. Dhe për banorët e atëhershëm, Uzejri mbeti vetëm në histori apo personalitet historik. Pas kësaj ngjarje kaluan shumë vite. Një ditë Zoti vendosi që Uzejri të zgjohet, dërgoi engjëllin Gjibril që t'ia jepte sërish dritën e jetës zemrës së tij. Donte që t'i tregonte Uzejrit konkretisht se si ngjalleshin të vdekurit, që nga dita që kishte vdekur, kishin kaluar plot 100 vjet. Kockat ishin shpërndarë në përdhej, megjithatë kockave të bëra pluhur ju dha forma e dikurshme. Ju vesh mish e lëkur, pastaj me forcën e Zotit, atij trupi ju dha shpirti. Kështu Uzejri u ngrit nga vendi që kishte rënë, gjallë e I shëndosh. Pas kam fjetur shumë, tha me vete. Gjibrili a.s. që e kishte zgjuar për gjumit, ju afrua dhe e pyeti: sa kohë ka që ke fjet? Ai ishte përgjigjur, pra Uzejri ishte përgjigjur, siç duket, faktikisht po e pyeste për orë, mendonte që për orë është duke pyetur se sa ke fjetur. Edhe Uzejri thotë që në drek, apo jo, apo kam që dje në gjumë. Pra Uzejri nuk po mundet me akceptu që ka fjet apo ka qenë I vdekur për 100 vite.
Dhe Gjibrili thot, ka 100 vite që je fjetur. Ke 100 vjetë që je i vdekur. Atëherë ti e mendoje i mahnitur forcën që ringjall të vdekurit dhe Zotit deshti që të ta tregoj në mënyrë praktike se si do të vije ringjallja. Uzejri ngeli i mahnitur, vendin e çuditës së zemrës e zuri një besim tepër i thellë, pra atë zbrastin e habis që i kishte, tani, domethënë u plotësua ajo dhe ju largu. Po shikoje ushimet tuaja, dhe kur e pa, ato ishin të freskëta, dhe u habet prap se si ka mundësi për kaq kohë të qëndrojnë të freskëta, sepse ato mrena pak orëve mundën me u prish. Gjibraili a.s. i kuptoi mendimet që kalonin nëpër kokën e Uzejrit dhe me njëherë i tregoi diçka. Thot, e shekët është gomari yt. U kthyen nga vendi që i tregoi engjulli, po pa vetëm pluhurin e kockave të bëra si miell. A doje të shije me sytë tuaj mrekullinë e ringjalljes? Atëherë shih në tokë, shikoje dheun më parë, kjo ishte kafsha jote, i tregoi Gjibrili. Me urdhërin e Zotit, engjulli mblodhi kockat. Të gjitha kockat erdhën e u bashkuan duke marrë formën e një skeleti. Pastaj engjulli komandoi nervat, muskujt e gjithçka tjetër të merrnin gjendjen e tyre të mëhershme. Pastaj ja dha edhe lëkurën. Po ajo ishte ende shtrirë aty, pa shpirt. Dhe pastaj engjulli urdhëroi shpirtin të ia vishte trupin. Sa po i erdhi shpirti, gomari u hodh nga vendi, tundi bishtin dhe nisi të paltet sepse ishte shumë i uritur. Uzejri kishte parë me sytë e tij vetë mrekullinë e ringjalljes, kthimin e të vdekurve, të bërë tashmë pluhur në trupa të gjallë e plot jetë. Ende ishte nën shokun e ngjarjes kur tha: çdo qelizë imja e di se forca e Zotit bën gjithçka. Pastaj Uzejri hypi në gomar dhe mori rrugën për në fshat, njëkohësisht Zoti xhaleshanu donte që mrekullinë e tij ta dokumentonte edhe në fshat me njerëzit e tjerë, sepse njerëzit që do ta shihnin sërish Uzejrin e vdekur do ta kishin shumë më të lehtë ta konceptonin apo ta kuptonin procesin e ringjalljes pas vdekjes. Kishte nisur të rrësoj, megjithatë rruga e fshatit ju dukej e panjohur sepse kishin pësuar ndryshime, si në rrugë, si në shtëpi, si në njerëz. As edhe një fytyrë e njohur nëpër rrugë. Atë ditë që kishte ikur nga fshati, kishte qenë 40 vjeç, kurse tani që ishte kthyer ishte 120 apo 140 vjet. Po nga pamja jashtme nuk ishte si një 140 vjeçar, por ishte i ri si një 40 vjeçar. Duhet të gjejnë ndonjë njeri të vjetër apo të moqëm që më mban mend. Mendoi Uzejri. Kërkoi në përfshat, më në fund gjeti shërbysën e tyre. Kur kishte vdekur, ajo sapo kishte mbushur 20 vite. Tani ishte 120 vite. Ju ofrua dhe e pyeti: "O grua zemër mirë, nga ç'anë është shtëpia e Uzejrit?" Me të përmendur emrin e Uzejrit, plaka, gruaja, nisi të qante dhe tha: "Të gjithë e kanë harruar atë. Para 100 vjetësh doli prej shtëpisë, nuk u kthye më. Zoti e mëshiroft. Zonjë, Uzejri jam unë", i tha profeti plakas.
A nuk më njohë, Zoti më mbajti për 100 vjet të vdekur, pastaj sot më ringjalli prapë. Ti thua se je Uzeiri. Ai ka qenë njeri i lumturuar, çdo lutje i pranoi. Lutu për mua që të më kthehet shikimi dhe forca që e kam pasur, pastaj të shohim. Uzeiri ngriti duart dhe nisi të lutej për gruan. Gruas ju kthye shikimi dhe në trup e i vërshoi forcë, jetë e gjallërie, sapo Uzeiri e mbaroi lutjen apo doan. Atëherë gruaja i anguli syt dhe po gjatë kohë. Vërtet që ishte pikërisht ai, Uzeiri. Menjëherë gruaja e moshme si një flutur filloi të varproi në përfshat, duke bërtitur se Uzeiri u kthy. Kur i dëgjuan fjalët e gruas, banorët menduan fillimisht se është çmendur, por kur e shikonin se asaj u kishte kthyer shikimi dhe forcat të cilën e kishin pa, filluan me dyshu se nuk është e çmendur, por ka diçka në këtë punë. Menjëherë u mblodhën paria e fshatit, mes tyre ishte edhe nipi i Uzeirit, i ati kishte vdekur, kurse ai kishte kaluar të 80-at, kurse gjyshi i tij ishte 40 vjeç, pra Uzeiri. Kur dëgjuan ngjarjen nga goja e Uzeirit, të gjithë ngelën pa mend. Nuk dinin si të vepronin. Ata besonin apo jo. Dhe njërin nga të mençurit tha: "Neve gjeneratat e mëhershme na kanë treguar se Uzeiri ka qenë profet dhe se ka qenë njeri i mirë. Pastaj gjatë një sulmi që e ka pësu fshati, Uzeiri e ka marrë Tevratin dhe e ka fshehur në një vend që mos të bie në duart e armiqve që dëshironin ta digjnin. Dhe nëse jemi të vërtet Uzeiri, atëherë duhet ta dish se ku e ke fshehur Tevratin. Dhe nëse e gjen, atëherë ne e dimi saktësisht se ti je Uzeiri." Uzeiri u gëzua për këtë punë, sepse e dinte se ku e ka fshehur. "Këtë unë e gjej menjëherë", tha, dhe vazhdoi për të vendi ku para 100 vitesh e kishte fshehur Tevratin. Me të vërtet që libri ishte aty. Atëherë njerëzit besuan me të vërtet ai ishte Uzeiri, i cili pasi kishte ndenjur 100 vite i vdekur, ishte ngjallur sërish. Ngjarja e Uzeirit a.s. ishte një mrekulli e vërtet për njerëzit dhe shumë prej tyre gjetën shkas për të besuar Zotin fuqishëm. Tevrati ishte vjetruar dhe letrat ishin dobësuar dhe filluar të dëmtohen, kështu që Uzeiri e mori dhe e shkroi prapë me dorën e vet në letër më të mirë, por me përmbajtjen e njëjtë, që ta kenë gjeneratat e mëvonshme një kopje të njëjtë, por me një material më të mirë. Pas vdekjes së Uzeirit alzëm, legjenda u ngatrua me paditurinë e izraelitëve, dhe ata thanë për Uzeirin që ishte biri i Zotit, sepse izraelitët gjithherë kanë qenë të prirë që t'i përzinë gjërat. Vërtet që Zoti ynë është shumë larg prej diçka të tillë, sepse në Kur'an Zoti xhaleshanu më thotë: "Thuaj, ai Zoti është një. Çdo gjë ka nevojë për të. Ai nuk ka nevojë, nuk ja ka nevojën as kujt dhe as gjëje. As ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur dhe asgjë nuk është e barabartë me të." Mësimet që nxjerrim nga historia e Uzeirit a.s. Fuqia absolute e Allahu xhaleshanuhu për ringjallje. Uzeiri u bë dëshmitar i ringjalljes pas vdekjes, kur Allahu e bëri të vdes për 100 vjet dhe pastaj e ngjalli. Allahu e bëri atë të vdes për 100 vjet, pastaj e ringjalli, thot në kapitullin Al-Baqara ajeti 259.
Mësimin nga kjo është ringjallja në ditën e Kiametit është e vërtetë dhe e lehtë për Allahun xhalla shanuhu. Lejohet të pyesësh për të forcuar besimin. Pyetja e Uzairit a.s. nuk ishte dyshim, por kërkesë për siguri të zemrës. Pra, pyetjet që bën me sinqeritet për të kuptuar një realitet lejon të bën, ndërsa ato për të bërë fitne, për çamja diçka, domethënë ato nuk lejohen. Dallimi mes dijes teorike dhe dëshmisë praktike. Uzairi a.s. e dinte se Allahu ringjall, por kur e pa me sy, bindja e tij u forcua edhe më shumë. Pra, përvoja dhe reflektimi e thellojnë imanin, e forcojnë imanin. Koha është relative para fuqisë së Allahut. Atij ju duk sikur kishte qëndruar vetëm një ditë apo një pjesë të ditës. Po koha nuk e kufizon fuqinë e Allahut, gjithçka është në urdhrin e tij. Shenjat e Allahut në krijim, pra prej mësimeve tjera që del nga historia e Uzairit. Ringjallja e Gomorrit dhe ruajtja e ushqimit ishin shenja të qarta. Mësimin nga kjo është se Allahu na mëson përmes shenjave konkrete që të mendojmë dhe të besojmë më fort. Pra, Allahu xhalla shanuhu edhe sot na ofron argumente lëndore të prekshme që Allahu është një fuqi absolute. Rreziku i teprimit në nderimin e njerëzve të mirë, edhe pse këtë e kishin bërë me qëllim izraelitët, por Kurani përmend se disa e tepruan duke e ngritur Uzairin në shkallë që nuk i takon njeriut. Hebrinjt thanë, Uzairi është biri i Allahut, pra çdo teprim në nderim që cënon besimin në një Allah, tauhidin, është devijim dhe është krim fetar. Përfundimi, bindja e plot ndaj Allahut, pas përvojës së ringjalljes, Uzairi a.s. tha: e di se Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Dhe mësimin nga kjo është qëllimi i çdo përvoje shpirtërore është forcimi i bindjes dhe nënshtrimit ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Ne lutim Allahun xhalla shanuhu që këto mësime t'i marrim si shembull për forcimin e imanit ton dhe thellimit të besimit ton të pastërt në të vetmin Allah xhalla xhelaluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.